Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala. Të respektuar teleshikues, ku do qeni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Popujt e Kur'anit është emisioni joni përjavshëm ku sjellim ndonjë ngjarje, ndonjë rrëfim kur'anor mbi gjeneratat, mbi njerëzit, mbi popujt që kaluan para nesh. Natyrshëm që historia gjithmonë është e nevojshme për njerëzit e të tanishmës që të dinë se si kaluan gjeneratat më hershme, si ishin popujt, si ishte raporti i tyre me të gjitha aspektet, por ajo që ne na intereson në besimin islam është patjetër si ishte raporti i krijesave në përgjithësi i njerëzve, në veçanti me krijuesin e tyre, me Allahun xhalla xhelaluhu. E në këtë rast edhe si ishte Allahu me ta. Në kuptimin Allahu ne e dim se është me gjitha atributet pozitive. Allahu është furnizuesi, Allahu është para kësaj krijuesi, Allahu është furnizuesi, Allahu është planifikuesi, Allahu është dhuruesi i të mirave, Allahu është i gjithëmshirshëm, Allahu është edhe shpërbyesi, por duke e ditur se ne megjithatë dëgjojmë që ka popull që edhe janë shkatruar, ka popull që kanë ikur nga kjo botë në mënyrë jo të duhur ose jo që ka qenë Allahu i kënaqur, thjesht kanë ndodhur shkatrime të tyre, të masive, shkatrime të tërësishme. Atëherë i bie se ne duhet të mësojmë pse ishte shkatrimi, çfarë ndodhi dhe çfarë çoi në prishjen e raporteve mes të krijesave të Allahut dhe vetë Allahut. E që Allahu është i mëshirshëm, Allahu është i butë, Allahu i dën robërit e tij. Sonte do të bëjmë fjalë për Yunusin a.s. Yunus ibn Matta, pra njihet ky person i njoftën në librin e Allahut sa një sure do ta ketë emrin e tij. Yunusi a.s. mendohet që mendohet në fakt, flasin faktet ashtu, që jeton në një provincë në Irakun e sotëm i bie. Pra, Yunusi a.s. natyrshëm që Allahu kur e përmend në Kur'an, pra në afër Mosulit të sotëm, do të thonë gjendet vendi, me tekst të veçantë, pra përmendet Nejnewa, është vendi ku Yunusi a.s. mendohet se ka qenë. E rëndësishme, Yunusi a.s. është një profet, një pejgamber që Allahu e kishte obliguar, e kishte dhënë misionin e thirrjes. Njihet për thirrjen e tij dinjetoze, njihet për një popullat jo të vogël, që siç e përmend vetë Allahu në Kur'an, mund të kenë qenë mbi 100.000 banor. Unë thëm e ka përmend dhe mund të kenë qenë, dikujt mund t'i bie në vesh ky formulimi fjalisë, thot nëse do thoshte nëse e ka thënë Allahu pse thua mund të kenë qenë, sepse vetë Allahu thot u jezidun, kur e përmend, pra numri 100.000 thot, ose edhe pak më tepër. Pra, me fjalë tjera, sigur do të thotë Allahu xhalla xhelaluhu që nuk është fokusi te numri fiks 100.000, pra sigur ne kur themi 100 diçka mijë. E për këtë pra, ajo hamendja ime që e përmenda ishte interpretim i frymës së Kuranit, pra u jezidun, ose edhe më shumë se sa 100.000, por kur përmendet 100.000 e më shumë se aq nuk mund të jenë 200.000, sepse do të ishte jashtë logjikës matematikore të përmendjes së numrave. E rëndësishme, 100.000 banor në një kohë kaq të lashtë, pra për një profet, tregon se nuk ka qenë numër i vogël i banorëve. Këta banor, si shumë të tjerë, si shumë pararendës, edhe këta patën përtesë që t'i përgjigjeshin thirrjes së profetit të Allahut, Yunusit a.s. Sikur dëshironin që eventualisht të merreshin me dynjan e tyre, të dëfreheshin me të mirat kësaj bote, të harrojnë besimin,
pra të mendojnë se ndoshta janë të pavdekshëm derisa janë të gjallë dhe të fuqishëm, e sikur shumë të tjerë, pra kur ju vije afër vdekja, pastaj ndryshojnë në qasje dhe në perceptim dhe gjitha dukurive dhe kësaj edhe ata e menduan një gjë të tillë. Mirë po, fokusi për thirrje që Allahu e përmend për Yunusin a.s. e që ai ishte pra i dërguar te populli i tij, ajo që përmendet në këtë rast është fajësia e Yunusit. Çfarë faj bëri Yunusi kur ka qenë profet pejgamber? Në fajin e tij ka mësime të shumta dhe e shohim se Allahu xhalla xhelaluhu nuk është se ka pasur një hidhrim, por me Yunusin a.s. e mëson mësuesin e njerëzimit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për ngjarje të tëra, duke ju referuar Yunusit a.s. edhe shumë profetëve tjerë. Allahu kur i është drejtuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam me rrëfimet për popujt dhe pejgamberët, pararendësit e tij, vëllezërit e tij prej profetëve, ka pasur synim që t'i tregoj mënyrat e qasjes për çështjet që kanë të bëjnë me thirrjen, me davetin, me misionin e propagandimit të islamit, sepse një gjë e tillë nuk është e lehtë. Këtë nuk e bëjnë njerëzit e dobët, këtë nuk e bëjnë njerëzit e rëndont. Këtë e kanë bërë njerëz të dalluar që Allahu kur i ka dërguar me mision të plot, me argumente, i ka shoqëruar me argumente, po ashtu edhe nga praktika, nga jeta, i ka shoqëruar ata edhe me mrekulli, pra me gjëra të jashtëzakonshme që të ishte më e lehtë që ata t'i bindnin njerëzit se vërtet janë dërguar nga ai i superfuqishmi, ai që ka krijuar botën, ai që ka krijuar qiellin dhe tokën dhe ai që e zotron dhe mbizotron krejt hapësirën, krejt qiellin, krejt tokën dhe krejt jetën, ai që jep jetën dhe vdekjen fundja. Pra që të njihen pejgamberët se janë të dërguar nga dikush që ka atribute që ati kur t'i drejtohemi me adhurim të mos jemi ne të vegjël, pra të mos e madhrojmë të voglin, sepse është në çmim për neve. Të mos e madhrojmë atë që nuk e meriton, sepse është në çmim për neve. Të mos e adhurojmë atë që është i përkohshëm, i cili vdes, sepse mbetemi pa të adhuruar pa Zot. Pra ne në këtë rast e njohim, e dim Allahun xhalla xhelaluhu dhe kështu kësaj pra duhet të jemi të vetëdijshëm se ne kur bëjmë thirrje që ta adhurojmë këtë Zot, nuk i kemi devijuar njerëzit asesi, nuk i kemi humbur njerëzit asesi, por edhe të njëjtën kohë vetë duhet të jemi të përgatitur se kjo rrugë nuk është e lehtë, nuk e ka bërë askush prej njerëzve të vegjël, pra gjithë kanë qenë njerëz të mëdhenj që kanë avancuar me ngritjen dhe avancimin e fjalës së Allahut xhalla xhelaluhu. Në këtë rast pra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur i rrëfehen pejgamberët në Kur'an, Allahu xhalla xhelaluhu dëshiron që ta ngrejë lart moralin e tij të thirrjes, të durimit që ai të di dhe të kuptoj se një gjë e tillë nuk është e lehtë të përballohet, por edhe her pas here i merr shembujt, sikur që i ka thënë wasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Bëj durim, ashtu sikur kanë bërë durim pejgamberët e dalluar para teje. I dërguari sallallahu alaihi wasallam le që është prej pejgamberëve, është edhe prej pejgamberëve të dalluar prej ulul azmit. Dhe jo vetëm që është prej këtyre 5 pejgamberëve prej ulul azmit që janë Nuhi alayhis salam, Ibrahimi alayhis salam, Musa alayhis salam, Isa alayhis salam, e ky është i 5-i vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, por është në fakt kryesori prej këtyre 5-ve. Është pra më interesanti, është më me pesh, andaj edhe ndonjëherë kur preket shpirti i tij, dinjiteti i tij prej reagimeve të njerëzve, Allahu i rrëfen ndonjë rast sikur me Yunusin alayhis salam. Rëndësishme, Yunusi alayhis salam pra u përmend si një rast që kishte bërë një gabim. Cili ishte gabimi?
Yunusi alayhis salam kishte qenë i njohur, i njoftuar, pra, me pararendësit e tij prej pejgamberëve. Ai dinte se çfarë kishte ndodhur me Adin, me Themudin, me vetë popullin e Nuhit alayhis salam. Pastaj edhe me këta profet që i kemi përmendur deri më tani, se çfarë ka ndodhur me Ibrahimin dhe se si Allahu e ka shpëtuar, e kishte gjysh të largët për Ibrahimin alayhis salam. Ai ishte i njoftun po ashtu edhe me sakrificën dhe punën e madhe që kanë bërë edhe profetet e tjerë. Edhe në fund fare, ai e dinte po ashtu se kishte prej njerëzve që pavarësisht argumenteve që ti i ofron atyre, nuk i marrin dot, nuk i përfillin. Janë gjendje ti në përkëmbin, janë gjendje ti refuzojnë, janë gjendje të bullizojnë, madje për faktin se ti sjell në pa sjell afër tyre atë që është e nevojshme për jetën e tyre. Në vend se ata të jenë falëndërues që ti po i nxjerr nga errësirat e mosbesimit në dritën e besimit, ata përkundrazi janë gjendje dhe të nëpërkëmbin dhe të trajtojnë ndoshta edhe her pas here si i marr, i çmendur, i krisun, jashtë kontrollit, nuk di se çfarë flet, i gjendosur, pra i bër magji ndaj tij, etj, pra lloj etikete vetëm që ata të largojnë. Dhe Yunusi alayhis salam më kishte kuptuar se mbas edhe kjo mund të ndodhë. Dhe çfarë? Ai kishte pas se ata nuk marrin vesh, nuk kuptojnë, dëshirojnë argumente dhe për atyre argumenteve ata do të besonin ose jo. E ju kujtohet kur kishte kërkuar populli Themud argumente një deve nga një gur, nga një shkëm, që të ishte madhe, që të ishte me ngjyrë të kuqe, që të ishte me barë, që të linte, që të kishte të voglin e saj, që të ishte deve që ka qumsh, që ha dhe pe rëndon sikur çdo deve tjetër, pra vetëm të ishte e jashtëzakonshme. Gjitha ato kushtet që ata i kërkuan, Allahu i përfilli. Kur e pan deven, ata u shikuan njëri tjetrin dhe me habi u bindën se vërtet Zoti është i plotfuqishëm dhe ka mundësi të bëjë pra gjithçka. Ata në vend se të besojnë dhe t'ju forcohet besimi përkundrazi, u shndruan në bukë për mys, u shndruan në refuzues, kur atë argument e kishin para vetes. Dhe le që e kishin para vetes dhe që mendohet se ata i besuan argumentit, pra për të mos u prish me djallën e mallkuar, për të mos e humbur ata rrugën që kishin vendosur që ashtu ta kalojnë jetën, dëshiruan që të heqin dorë prej kësaj mrekullie prej deves dhe ta presin, ta largojnë nga fytyra tokës që të mos shohin këso lloj mrekullie që ata vetë kërkuan. Mirë, çfarë ndodhi? فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Ata i kapi tërmeti, i kapi dridhja dhe u bën kufoma në shtëpitë e tyre, në vendbanimet e tyre. Nuk i besuan një pjesë e vogël. Njëjtë ishte me Adin. Nuk i besuan Hudit alayhis salam, një pjesë e vogël. Njëjtë ishte me Shuaibin alayhis salam, nuk i besuan, një pjesë e vogël. Njëjtë ishte pra edhe me Lutin alayhis salam, nuk i besuan, një pjesë e vogël, etj. Ndërka që Ibrahimi alayhis salam dole vetëm me Lutin alayhis salam, me kushërinë e vet. Nuk ishte pasues besimtar nga gjithë ato argumente që i pan. Dhe këtu Yunusi alayhis salam sikur mendoj se s'kam çfarë të rri unë këtu.
nuk kam arsye të qëndroj më me këta njerëz, cilët tallën edhe nuk janë në gjendje të besojnë. Yunusi a.s. u largua, por nuk e kishte ditur një gjë që Allahu kur I shpëtoi gjithë ta pejgamber, këta nuk lëvizën nga vendet e tyre para se t'ju vinte ndonjë urdhër prej Zotit. Dhe Allahu kur thot ne I shpëtuam, për shembull Shuaibin dhe ata që besuan me te, I shpëtuam Salihun dhe ata që I besuan atij, I bie se Allahu në atë moment ka dhënë urdhrin që ata të rrinë në filan vendin, apo të qëndrojnë në filan vendin, apo të dalin nga ai vendbanim që do të shkatërrohet më vonë. Allahu në ato raste nuk ka bërë shkatrim masiv të tokës, por dridhje vetëm te banorët atij vendi. Dhe kësaj pra edhe me Yunusin a.s. do të duhej të kishte ai një sinjal, një urdhër që largohu prej aty se nuk ke vend për ta. E që I bie se Yunusi a.s. në fakt nxitoi para kohë. Nga aspekti logjik, tër realiteti flet në favor të tij. Po dhe tjerët më herët kështu e kam provuar, nuk kam besuar, I vinë argumentet, ai nuk beson. Por sikur duket në këtë rast, një dozë, mos them e egoizmit, por e dëshirës për të shpëtuar, pasi këta nuk po udhëzohen dhe nuk e marrin fjalën e Allahut xhalla xhelaluhu, andaj pse të humbash kohë me ta dhe pse ti të qëndrosh me ata që mbas edhe mund të dënohen. Allahu xhalla xhelaluhu në një moment për shembull e përmend Yunusin a.s. në këtë formë, thot fasbir li hukmi rabbika, I thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në periudhën e Mekës, që I ngushtohej jeta shpesh nga kushërinjtë e tij, nga të afërmit e tij, që nuk e besonin, e refuzonin, bënin bojkote etj. I tha fasbir li hukmi rabbik, thot bëni sabër vendimit të Allahut. Wala takun ka sahibil hut, mos u bë si ai I Zoti I peshkut, që tash do të përmend kush është ky I Zoti I peshkut, idh nada wa huwa makdhum, kur bëri lutje derisa ai ishte I dëshpëruar tërësisht. Mos u bëj pra kësaj. Jo që Allahu I tha mos ta merrte për model, por Yunusi u përmend pra si rasti që doli prej vendit të thirrjes para se të merrte urdhrin, dhe kjo është mësim, mos paragjyko. Edhe nëse të duket të gjejta argumentet që po çojnë në atë drejtim se edhe këta do të jenë sikur të tjerët, mos paragjyko. Yunusi a.s. u largua nga ai vend të cilin veç se pritej që t'i ndodhte dënimi. Shkoi Yunusi a.s. hipi në anije dhe dëshiroi të largohej tërësisht nga ai vend. Kur hipi në anije ku kishte udhëtar, kalimtar, edhe të tjerë, atëherë në atë ujin e madh që kishte, erdhi një moment pra në deti. Erdhi një moment ku filluan erërat të furishme të sulmojnë anijen. Dhe mendohej, këto janë dy gjëra, një pjesë e mënyrës që shpjegohet, është se ata menduan që anija dridhet që I ka, jo stabilitetin dhe rrezikun për tu fundosur e ka për shkak se në mesin e tyre gjendet ndonjë mëkatar që ai duhet të flijohet, pra ta shpëtoj anijen. Ata u dakorduan se e tillë mund të jetë, por hajtë të shohim të bëjmë me short. Kur po I bën shorti, kush mund të jetë ai mëkatari. E bën një lëvizje, nuk dim tash si ta themi, a kanë numëruar apo kanë pas ndonjë. E rëndësishme, shorti radhitja I bën
këtij personi që është i panjohur, e që në këtë rast është Yunusi a.s. Ishte i panjohur se nuk ishte e rëndom që ai udhëtonte përdesa këta udhëtar të anijes njiheshin ndërmjet veti më shumë. Përdesa ishte udhëtar për herë të parë, ata duan të amnistojnë. Dhe në këtë rast i thonë se eventualisht të përsërisim edhe një herë shortin. Përsërisin herën e dytë prap i njëjti person duhet të zbres nga anija. Përsëritin për tretën herë prap i njëjti person dhe ashtu ndodh dhe Yunusi e sheh më tash realitetin dhe bindet se ai është që duhet të zbres prej anis që të shpëtojnë të tjerët. Kjo është nga njëra anë. Mënyra e dytë e shpjegimit është se u mendua se ka peshë dhe për të pra ka qenë anije vogël me të fjalë, dhe për të shpëtuar, pas sikur ta themi liftat që i kemi ashensorët që bartin njerëz dhe ndonjëherë ata japin sugjerime se sa persona mund të jenë dhe çfarë peshe mund të bart lifti. Ndonjëherë lifti kur ka mbi peshën e tolerueshme nuk lëviz nga vendi. Çfarë duhet bëj? Duhet të dalë njëri që zakonshëm është i fundi që ka hyp në ashensor që këta tjerë të ngjiten. Ai ta pres radhën tjetër pra të shkoj në. Kësaj ka qenë edhe puna e anijes, të mos mendojmë që ka qenë anije e madhe e të na thot tani dikush, po çfarë nëse zbret një njerëz, çfarë mund të shpëtojë këtë? Pra, ka qenë anije e kësaj kategorie që kërcimi i një udhëtari do ta shpëtonte tjetrën. Yunusi a.s. duke unë di pak fajtor në vetvete, thot ndoshta unë pas kam gabuar dhe dëshirot që ta shpëtoj veten, por urdhni i Zotit paska ndryshe, paska ardhur, nëse unë largova prej dënimit bashkë me popullin, ja që dënimi tash më vije këtu, vetëm mua dhe vendos dhe kërcen. Kërcen në ujë edhe Allahu çon një balenë të madhe, e cila merr një urdhën prej Zotit, urdhën pra inspirim kafsha, inspirohet, dhe këtu nëse dikujt i duket kjo absurde, do ta themi kështu. Sa mirë do të ishin do njerëz të orientohen në jetë që orientohen gjallësa ose kafsh, pra ato gjallësa kafsh e mos flasim për planete e trupa qellor, e adhurojnë Allahun dhe e dëgjojnë me përpikmëri. Njerëzit janë ata që përbishtrojnë gjëra dhe dëshirojnë që të duken të arsyeshëm ose të pa arsyeshëm vendimet e Zotit dhe ata her pas here i pranojnë ose i refuzojnë. Në këtë rast balena do ta gëlltit, Allah thot i kemi dhënë urdhër ne asaj, pra balenës, që dhe nuni është emër tjetër që quhet në Kur'an, dhe sahibul hut. Yunus, dhe nun është në këtë rast balena, dhe nuni është fjala për që të ne, nëse dëgjoni emrin Zanun, pra është ardhur nga turqishtja dhëja në z, edhe u Zunnuni, është fjala pra për pronari ose i Zoti ose ai i balenës, ai i peshku të madh, është fjala për Yunusin a.s. Në këtë rast do ta gëlltit balena dhe nuk do ta dëmtoj trupin e tij. Kjo kur po ndodh, kjo do të ndodh natën. Ndodh natën, nata e errët, në deti, ku nuk mund të shihet, dhe në barkun e balenës pra errësirë e trefisht, që në atë rast ai vetëm e kupton se është gjallë dhe është në një brendi ku nuk di çfarë të shpjegoj. Gjesa ai më vonë, pra, do të shpëtoj, pse nuk u sqaruan ndonjëherë se si kishte kaluar ato ditë. Thuhet kanë qenë 3 ditë, thuhet që kanë qenë 7 ditë, thuhet që kanë qenë 40 ditë, por edhe versioni me pak ditë nuk është shumë i saktë, sepse
ati ju kalbën teshat e trupit që i kishte pas në brendin e balenës. Dhe atë ai e bëri një lutje, një madhrim, një tesbih, që është prej tesbive më të dëshiruar që i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka simpatizuar, i cili në ato errësira të tre fishta pra, u lut ose e madhroi Allahun duke i kërku falje dhe tha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Sa përpilim i mirë, o Zot, pra nuk ka Zot tjetër pos teje, i patmeta je, e unë padyshim që jam nga të padrejtit, nga zullumçarët. Kjo lutje që u dëgjua lart në qiell, Allahu xhalla xhelaluhu thot ne e pranuam pendimin e tij, e shpëtuam trupin e tij dhe e bëm që një ditë prej ditëve, diku në bregdet, pra jo në mes të detit, balena ta hedh dhe trupi i tij do të jetë i padëmtuar, aty afër do të gjendet një kungull, dhe themi një lozë e kungujve, i cili ka fletën e madhe dhe mendohet që Allahu e din më së miri, mendohet që ai edhe hahet në gjitha fazat dhe gjithçka prej tij hahet, hahet lëvorja e tij, hahet brendia e tij, hahen farat e tij, e kështu me radhë që se kemi të zakonshme për shembull te Shalqiu, te Bostani. Bostani nuk i hahet lëkura, lëvorja, kungulli është që i tëri hahet, madje thuhet i hahet edhe kur është i papjekur, edhe kur është i pjekur, përderisa plot prej pemëve dhe perimeve hahen vetëm kur janë të pjekura. E rëndësishme, Yunusi a.s. do të shpëtoj dhe tek populli atje ka ndodhur diçka që do të shohim pas kësaj pauze çfarë saktësisht ka ndodhur. Janë apo nuk janë dhe a ka mundësi të takohet me ta Yunusi apo jo. Do të kthehemi pas pak, ju qëndroni me ne. Rikthehemi të respektuar teleshikues në emisionin ton, pra popujt e Kur'anit, ku sonte ishim duke folur për një profet të Allahut të dalluar, por të dalluar me një çështje interesante, është fjala për Yunusin alayhis salam. Yunusi alayhis salam përfundoi në barkun e balenës, shpëtoi, Allahu e ruajti. Në një rast Allahu përmend kësaj, thot falawla annahu kana min al-musabbihin lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Po të mos ishte Yunusi prej madhëruesve të Allahut, prej atyre që bëjnë tesbih, e aludo të kjo lutje atij subhanake inni kuntu min adh-dhalimin, do të ngelte në barkun e balenës, pra deri në ditën kur do të ringjallen njerëzit. Pra i bie se dhikri në situata të ngushta sidomos është qelsi i shpëtimit. Pra njerëzit kur thonë shumë shpesh la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kur thonë subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim, e të ngjashme qelën dyrë, të cilat kanë mund të dukun të mbyllura më herët, ose edhe kanë qenë të mbyllura më herët. Pra dhikri është qels i shumë sukseseve, sikur që Allahu po e përmend edhe në rastin konkret me Yunusin alayhis salam. Po të mos ishte nga ata që kanë bërë madhrim, do të qëndronte, do të ngelej në barkun e balenës deri ditën kur do të ringjallen njerëzit. Tek populli çfarë ndodhi? Tek populli i erdhi dënimi popullit nga një vranësin e cila ishte shenjë e gjallë se ishte
jo vrasin e shiut. Ata në momentet e para menduan se kjo vrasin është shi dhe është mëshirë për ta, ashtu edhe dëshira njerëzve do t'jetë mirë po jo, ajo nuk ishte vrasin e mëshirës, përkundrazi ajo ishte vrasin e dënimit. Çfarë dënimi? Dënimi që Allahu xhalla xhelaluhu do t'i dënonte ata dhe do të shkatërroheshin. Mirë po, ata bën kthimin. Çfarë kthimi bën? Bën kthimin që të gjithë i besuan Allahut. Të gjithë i besuan dhe i morën mësimet që kishin dëgjuar më parë prej Yunusit a.s. A do të ishte kjo gjë e mjaftueshme? Kjo nuk është e mjaftueshme. Të nderuar teleshikues, mos të harrojmë. Ne tash nuk i kemi interpretimet e tyre, por Allahu i sjell. Edhe popujt e tjerë, edhe këta të Salihut a.s. kur e kanë pa dënimin se njerëzit po bin të vdekur në tokë, është tërshtim i madh, duke dridhje, ushtime e madhe, zhurmë e madhe. Të gjithë besojnë. Të gjithë besojnë. Kur i shohin argumentet të jashtëzakonshme, të gjithë besojnë. Allahu xhalla xhelaluhu po të kishte synim që njerëzit të besonin me çdo kusht, është shumë e lehtë. Me kushtet e jetës që ne i kemi, po të na mungojnë disa prej tyre, prej cilave varet jeta, njerëz jemi shumë të dobët. Ne jemi shumë sahan lëperës ta quajmë. Ne jemi shumë interesi kur na rrezikohet jeta jonë. Ne për pak ne japim fytyrën, japim derin, japim më të shtrenjtat që mund t'i ketë njeriu për ndonjë favor, për ndonjë interes asgjë të kësaj bote. Mos tasim kur ngushtohet jeta. Ne shohim plot njerëz që mund ta ketë ateizmin e tij të shprehur e të thënë her pas here kështu dhe ashtu, por kur smuhet rënd, kur ka ndonjë sëmundje të pa shërueshme etj, ndryshe ka gjendjen. Të gjithë i lutën Zotit, sepse nuk ka ateizëm të vërtet. Njerëzit nga llastimi prej kushteve të mira që Zoti xhallal xhelaluhu i ka bërë në këtë botë dhe pa kushte dhe pa kushtëzime, ata fillojnë pastaj ta shprehin atë mosbesimin e tyre, këse janë bërë të aftë, janë bërë të zot, janë bërë të tillë ose atill dhe janë në gjendje të bëjnë lloj-lloj mëkati në emër të asaj për i tyre dhe mendjemallësisë. Por në fakt njerëzit janë absolutisht të dobët kur goditen nga gjëra të tilla. Në këtë rast edhe të tjerë popull, do të shohim me argumente për këtë që po flasim, që secili kur fillon të rënohet, të shkatërrohet, do ta besoj Allahun, do t'i kthehet asaj që më parë e ka refuzuar. Në këtë rast pra, edhe populli i Yunusit. Që për këtë kemi argument tash, sepse argumenti është i drejt për drejt që Allahu po i interpreton. Kur ata i besuan dhe pejgamberi i tyre tashmë nuk është në mesin e tyre, ka dalë pa leje, ata ja pan hajrin kësaj. Allahu xhalla xhelaluhu e pranoi kthimin e tyre, e pranoi në mënyrë tepër interesante, sepse është përjashtim prej rregullit të përgjithshëm. Cili është rregulli i përgjithshëm? Allahu na e tregon këtë rregull e përgjithshëm, thot asnjëherë askujt nuk i është pranuar pendimi atëherë kur kanë filluar argumentet tona të shfaqen. Askujt nuk i pranohet kthesa dhe kthimi mbrapa besimi kur ata e shohin se ka filluar të ndodhë dënimi. Pra ka filluar edhe Themudi janë penduar, por vonë është bë. Për gjithë është bë vonë, thot Allahu illa qaume Yunus, për pos popullit të Yunusit. Vetëm këtij populli Allahu ja pranon pendimin. Ja pranon pendimin,
dhe këta bën shumë të sinqert, bën shumë besimtar të denj. Kthehen Zotit sinqerisht, i besojnë atij sinqerisht, e duan Allahun, e adhurojnë Allahun, derisa tashmë i vije radha këtij personit që ka munguar pa lejen e Zotit nga mesi i tyre, i cili shpëtojnë nga anija për të fundosur në ujë e që ishte vdekja. Shpëtojnë nga uji për të përfunduar në barkun e peshkut që është vdekje e sigurt, edhe atë shpëtoj nga barku i peshkut doli në sipërfaqe në Bregdet dhe pateshat e tij por me gjethet e kungullit ishte mbështjell dhe kësaj arriti deri tek vetbanimi, pastaj unë gjetë edhe deshi të shkoj tek populli i tij, sepse këtu e pati hetuar ai që ishte gabimi i tij dhe gabim i pafalshëm, dhe në një mënyrë ose tjetër dëshiroj që të di se si ka përfunduar dhe ku janë ata njerëz që për Yunusin a.s. ata me sigurt do të ishin të shkatruar deri në atë kohë, deri në ato momente, derisa e ka provuar me besim, me teori, nuk e pranojnë, s'ke çka zgjat me ta. Unë po shkoj, pra edhe ata do të s'ke çka interesohesh për ta, se edhe ata do të vdesin. Mirë, po kur i ndodh kjo çka i ka ndodhur Yunusit a.s., ai tash bindet se këtu ka gabime dhe eventualisht tash fillon të interesohet për popullin, cilë e kishte thirrë më herët dhe nuk i kishte pranuar thirrjen e tij. Kur kthehet atje, sheh se të gjithë ishin bërë besimtar, ju kishin drejtuar Allahu xhalla xhelaluhu, ishin orientuar ka ai mirë, po me atë kërkim faljen te vetë Allahu xhalla xhelaluhu, edhe me hallalosjen në mesin e popullit, pra mes tij dhe atyre, për atë që kanë ngjarë më herët, ata u shndruan në një popull adhurues, në një popull që e njoftën Zotin xhalla xhelaluhu, një popull që e miratoi dhe e pranoi udhëzimin e Allahut pasi ju erdhi dënimi, pra tentuan, ju erdhi dënimi në raste të tjera do të ishte pendimi pa pranueshëm, por përjashtimi ishte populli i Yunusit dhe nuk ka ndodhur as para tyre e as prapa tyre që një populli ti pranohet pendimi pasi ti vinë argumentet e jashtëzakonshme. Kësaj pra populli i Yunusit vazhdoi punën e tij, vazhdoi besimin e tij, vazhdoi adhurimin e tij dhe Yunusi vazhdoi edhe disa vite të jetoj me popullin duke qenë tash mësues, jo vetëm thirrës në rrugën e Zotit, po tash mësues i fesë dhe i parimeve të Zotit, se si të adhurohet Allahu, se si të madhrohet Allahu, dhe kjo është ajo që për ne është me interes të dim për Yunusin a.s. Të respektuar të rishikues, këtu edhe po përfundojmë këtë rrëfim, këtë narracion kuranor për një profet prej profetëve të Allahut që ishte i njoftur me nofkën e vetë ngjarjes që ka ndodhur më e pazakontja, pra që ta gëldit, ta haj në fakt balena dhe këtë të shpëtoj, pra kjo kishte ndodhur me një inspirim dhe me diçka që është jashtëzakonisht e madhe. Le të përmendet edhe një gjë, Yunusi a.s. kishte kërkuar derisa ka qenë në barkun e balenes, që do të njihet ndonjëherë i themi balena, ndonjëherë peshku, po është fjala se balena është peshk i madh, dihet një gjë e tillë. Yunusi a.s. në fakt ka pas edhe dëshpërim. Dëshpërimin që ai ka mund ta ketë sidomos në ato ditët kur vetë dijen e ka pas dhe ka qenë i shtrënguar, ka jetuar me urdhën të Allahut, se si kjo njëri në ëndër me pa do të duket e vështirë, të mos lasëm,
të mendohet në ditën e sotme një gjë e tillë si origjinali. Por për Allahun asgjë nuk ka të vështirë. Dhe ata kanë mund pra të mos e shohin atë balen, të mos e shohin një njeri aty pari, të luajë futboll dhe gjëra të tjera, por përkundrazi ata kanë mundur pra që në një situatë të tillë balena të ishte shpëtuese për Yunusin a.s. ama ai do të kërkonte prej Allahu xhalla xhelaluhu që atë shpirt të ngarkuar ta ketë të qetë. Allahu thot falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Nëse s'ka mundësi pra që të jetë ndonjë vend banim të ketë besuar, që është e zakonshme kjo, por që të ketë bërë dobi besimi tyre, illa qaume Yunus, përpos popullit të Yunusit, lamma amanu kashafna anhum adhab al-khizyi fi al-hayati ad-dunya wa matta'nahum ila hin. Thot përpos popullit të Yunusit ne ja larguam atyre dënimin që ishte nisur për ta, pasi që Allahu e pa sinqeritetin e tyre në udhëzim, thot dhe këtë do t'ja largojmë në këtë botë deri sa t'ju vjen një afat tjetër për një gjë të tillë. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Thot Allahu xhalla xhelaluhu pas lutjes Yunusit në barkun e peshkut, Allahu xhalla xhelaluhu thot fastajabna lahu, ne ju përgjigjëm atij, ونجيناه من الغم, edhe e shpëtuam po ashtu edhe nga frika dhe dëshpërimi, sepse të qëndrosh në barkun në një gjallëse, kjo vetëm të imagjinohet është e vështirë, por rrëfim kuranor dhe është edhe që të besojmë se kështu ka ndodhur. Ky profet do të njihet me këtë nofkën, pra profeti i balenës ose i peshkut. Allahu qoftë i kënaqur me Yunusin a.s. edhe me pararendësit e tij edhe ata tjerë që do të vinë pas tij prej vijës së profetëve, që ne besojmë fuqishëm në të gjitha ata, që me tekst veçantë ka përmendur Allahu në Kur'an. Atëherë deri në takimin e radhës, ju lëm në kujdesin e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.